Komisioni Rregullator për Energjetik zbaton një model të vjetërsuar, të bazuar në mesatarën e javës së kaluar, në vend që të reagojë në kohë. Kjo praktik shkon drejt për drejt në favor të interesave të caktuara biznesore, në dëm të qytetarëve. Prandaj kërkojmë ndryshim urgjent të rregulatorës për përcaktimin e çmimeve, vendosjen e llogaritjes së çmimeve të paktën 2 herë në javë. Faktet janë alarmante. Konsumi javor rreth 12 milion litra naftë, dallimi në çmim rreth 9 denar për litër, kosto shtesë totale mbi 1.5 milion euro për vetëm një javë. Kjo do të thosë se qytetarët dhe bizneset e vogla paguajnë miliona më shumë, ndërkohë që dikush përfiton nga një sistem jo funksional. Në fund, shtrohet pyetja logjike. Në interes të kujt punon qeveria? Të qytetarëve apo të disa kompanive të privilegjuara?